Kandidatja e Partisë Socialiste për deputete në qarkun e Vlorës Evisa Allushi zhvilloi një takim me koçarë të cilët jetojnë në Vlorë. Ata e zgjodhën Vlorën si qytetin e shpresës për një jetë më të mirë dhe Vlora ka detyrimin që t'ju shërbejë me përkushtim, u shpreh kandidati Allushi. Sipas saj, zona njëhet ndryshe si zona e koçarëve, duke krijuar një komunitet në të cilin identifikohen e duhet të ndjehen krenar për kulturën dhe edukatën që përfaqësojnë. Shkova mes tyre për të nisur një kontratë të re me të gjithë banorët e zonës, duke qenë e vetëdijshme për të kaluarën e tyre, për premtimet, mbajtjen apo mos mbajtjen e tyre, problematikat, zhgënjimet e gjithçka tjetër. Fola me ata dhe kuptova se kishin nevojë për një imazh të ri, një frymë të re, një model ndryshe, për të qenë bashkë në të mirën e të keq, në dështime e në realizime. Ju jam shumë falënderuese dhe mirënjohëse për mikpritjen dhe mbështetjen, thanë ndër të tjera kandidatja e Partisë Socialiste për deputete në listën e hapur Evisa Allushi. Është mirë të kesh një skuadër të madhe sesa një skuadër me të mëdhenj, skuadër që rritet dita ditës me njerëz të thjeshtë, me të cilët ndajmë të njëjtat shqetësime e mungesa në përditshmërinë tonë. Kështu thekson ndër të tjera kandidatja Allushi, teksa vijon takimet së bashku me grupin e saj të punës në lagjen Çole dhe Kume. Sipas saj, banorët e lagjeve Çole dhe Kume meritojnë të respektohen e të dëgjohen me zemër e me qëllim të pastër. Mënyra më e mirë për të bërë punë të mirë është të duash atë që bën, me të rinjt në krah, asgjë nuk është e pamundur. Është radha e tyre dhe nuk kemi kohë për të humbur, thot Allushi. Në rrugëtimin e saj në këto lagje, kandidatja për deputete Allushi thekson se qytetarët e besojnë kur u thot se është një prej tyre me probleme e mungesa të ngjashme. Ndaj edhe beson në mbështetjen e tyre të sinqert që mundësia sot, si sot vetë kandidatja Allushi, mu dha mua për të qenë kandidate, t'ua kthej kur nesër t'jem deputetja e tyre.